Nuk besoj vetëm unë, por eksperiencat e jetës, sidomos këto 30 ca vite, demokraci, sidomos tani që ka hedhur që themele drejtësia shqiptare, që është drejtësia e re, unë e prisja, duhet jesh megaloman, që të thuash, të bësh deklarata për vendimet e tyre, veprimet e drejtësisë, ata sigurisht që dikush i korrigjon, ka institucione përkatëse, po ato s'mund i korrigjojë një kryeministër, dhe aq më shumë një kryeministër që në një farë mënyrë dhe ne e dim ka dhënë kontribute për të krijuar këtë drejtësi të re, vitet shkuara, po s'ja ka marrë mendje që do vinte dita që ndoshta ai do ishte për veten në çark, në këtë çark të drejtësisë së re, të fuqishme që po i jep shpresë shqiptarëve. Ajo që mori nga gjykata kushtetuese, zoti Rama ishte vetëm një karamele me elmatisur brenda, si me thënë, thonjza, ndërkohë gjykata kushtetuese pati kujdesin ata që votuan pro, për ta mbështetur kërkesën e kryeministit, që e lanë në fuqi faktin që asaj ndalohet dalja e shtetit. Kështu që ajo është thjesht një, siç thash, një karamele nul, pa një masë ndërmjetme, nëse mund ta quajmë deri në janar. Thjesht për të kënaqur çik, për t'i dhënë çik frym, por që nuk zgjati shumë.